thamë që gjykata e posaçme ka përzulluar nga detyra Belinda Ballukun dhe i ka ndaluar daljen jashtë vendit. Zonja Lala, çfarë ka ndodhur konkretisht? Sa më qartësisht di ta shpjegosh ti që popullata ta kuptojë këtë gjë. Atëherë gjykata e posaçme me kërkesë të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka miratuar me një vendim të firmosur ditën e djeshme dhe që është komunikuar zonjës Balluku ditën e sotme, 2 masa sigurie. Masa e parë është me karakter ndalues, pra i ka ndaluar zonjës Balluku dhe i ka pezulluar nga ushtrimi i funksionit dhe detyrës publike si zëvendës kryeministre dhe ministre i infrastrukturës dhe energjisë, duke qenë se masat me karakter ndaluese janë të zbatueshme automatikisht, zonja Balluku që në momentin që agjentët e BK-s dhe policia e shtetit i kanë komunikuar këtë mas, nuk mundet kurse si në asnjë rrethan të ushtrojë 2 detyrat publike, por kjo mas nuk merret për pozicionin e saj ose për faktin që ajo është deputete në Kuvendin e Shqipërisë, sepse ligji e ndalon SPAK të ndërhyjë kur ka të bëjë me zgjedhjen përveç se në rastet kur ka krime të rënda dhe merret autorizim në kuvend. Masa e dytë është me karakter shtrëngues, që është ndalimi për të dalë nga territori i vendit. Pra zonja Balluku nuk mund të lëvizë për asnjë arsye jashtë territorit të vendit, përveç se në raste ekstreme kur SPAK mbi bazën e një kërkese të saj për arsye shëndetësore ose thellësisht familjare, mund të jap autorizim për të lëvizur jashtë vendit, sikurse ka qenë një rast i zotit Berisha dhe më pas një rast tjetër i zonjës Monika Kryemadhi. Nga hetimet më shumë se 1 vjeçare të prokurorisë posaçme, rezulton që zonja Balluku ka 2 akuza. Ne e dim që 3 javë më parë asaj u komunikua zyrtarisht dhe u more pandehur për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera kryer në bashkëpunim që ka të bëjë pikërisht me tenderin 190 milion euro për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Për ta sqaruar shumë qartë dhe shumë thjesht, SPAK ka dyshime se zonja Balluku në bashkëpunim me vartës së saj që kanë patur detyrën e antarëve të Komisionit të vlerësimit të ofertave dhe kryetarit të komisionit, ka paracaktuar fituesin e tenderit për tunelin e Llogaras. Problemi është që fillimisht tenderi u zhvillua dhe u fitua nga kompania Gjoka. Ky tender sipas SPAK dhe nga komunikimet që janë zbuluar me zonjën Balluku dhe zotit Evis Berberi, një prej njerëzve shumë pranë zonjës Balluku për shkak të pozicionit si kreu e autoritetit rrugor shqiptar, ky tender është anulluar dhe më pas është fituar nga një bashkim operatorësh ekonomik turk, Intekar ASL, që janë dy kompanitë turke të bashkuar në një të vetme dhe kanë fituar këtë tender, por vlera e tenderit është rritur në mënyrë fiktive afër 50 milion euro dhe mendohet që mund të ketë edhe kosto të tjera shtesë. Çfarë ka ndodhur në rastin konkret është që në fakt punimet për tunelin e Llogaras nuk i kanë... Për saksi më shkruan një jurist që ky tender nuk u fitua kur nga Gjoka. Juristi tuaj është anulluar dhe sepse është në dokumentin zyrtar të SPAK-ut. Dhe nëse juristi nuk e ka të qartë, ka datat, ja, do ta hap me data konkrete për ta sqaruar. Vazhdojmë. Dhe më pas, kompania Gjoka Konstruksion ka kryer në cilësinë në kontraktores të gjitha punimet për tunelin e Llogaras. Cilësinë në kontraktores është tjetër. Po pra, dhe firma për kur s'ka hedhur firmë thot për si fitus. Po pra, sepse në kontraktor mund të jesh te kurdo. Nëse ikim nga këtu, ikim. Lutem juristi sqaroja, pra tenderi nuk u finalizua me lidhjen e kontratës. U zhvillua gara dhe nuk u finalizuar me lidhjen e kontratës. Vazhdojmë. Dhe kalojmë pas te kompanitë turke që u bë edhe kontrata me autoritetin kontraktor. Jemi vazhdojmë. Që zonja Balluku ka ndikuar në të gjitha etapat e zhvillimit të tenderit, që nga përgatitja e dokumentave deri në fazën finale të nënshkrimit të kontratës. Si autoriteti kontraktor. Pra, zonja Balluku nuk ka qenë pjesë e Komisionit të vlerësimit të ofertave për ta ndarë. Aty ka qenë Evis Berberi, Gentian Gjyli, Eral Delezi dhe 2 zonja që kanë pas rolin e specialistes së nivelit të lartë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe zonja Balluku më pas është në autoritetin kontraktor. Po gjitha komunikime që ka me Evis Berberin si ish kryetari Komisionit të vlerësimit të ofertave kanë paracaktuar, thot SPAK, po kjo duhet ta provojë gjykata, pra ne e prezumojmë të pafajshme zonjën Balluku përderisa nuk ka një vendim formës prerë, dhe patjetër ne duhet ja respektojmë në këtë pjesë prezumimin e pafajësisë, por dyshimet e SPAK janë këto që nga komunikimet me Evis Berberin, pas kthyrjes së njërit prej celularëve të tij, janë zbuluar komunikimet mes tyre. E them këtë para disa ditësh, domethënë ne e kishim në fokus një emision para disa ditësh këtë moment që Po, qartë. Momenti i dytë do të pyes pak më vonë. Loti 4, po. Loti 4 i unazës së madhe, edhe në rastin konkret, si pas hetimeve të prokurorisë, ka dyshime të arsyeshme, sepse për këtë pjesë zonja Balluku nuk është e pandehur, është vetëm person nën hetim. Pra ka një akuzë që pritet i komunikohet zyrtarisht gjatë seancës marrjes në pyetje në gjykatën e posaçme,
akuzohet po prap për shkelje të barazisë në tendera kryer në bashkëpunim, është fituar nga bashkimi i 3 kompanive, të cilat kanë marrë këtë tender në vlerë 20 milion euro. Edhe në këtë rast, prokuroria ka dyshime të arsyeshme që zonja Balluku ka ndërhyrë dhe ka ndikuar dhe janë përshtatur kriteret në mënyrë të tillë që tenderit fitohet nga bashkimi. Gjykatës kuj bie si hapësirë? Nuk di ta them, nëse kapemi gjithë pjesën, nuk di ta them me siguri, sepse është ndarë në disa lote, por kam përshtypjen është pjesa fundore. Pjesa lindore. Pjesa lindore. Dhe ideja është që aty janë... Pendimore këte ka pasur një kret tjetër, më përpara. Nga Sogujzi, aty ajo që marron të Sogujzi. Po. Kështu që janë disa lote. Edhe në këtë rast, hetuesit kanë dyshimet arsyeshme dhe prokuror që zonja Balluku ka ndikuar për të paracaktuar tenderin në gjitha fazat dhe etapat e tij. Pra, sot ka shtuar, thoni ju, një akuzë tjetër që është akuzë ekuivalente e njëjtë me këtë. Po, por në raport me herën e parë ku zonja Balluku kishte vetëm një akuzë, ligji thotë që nëse është rezitiviste, pra rezulton përsëritse dhe se përdora termin ligjor, nëse rezulton që e ka kryer ose dyshohet se ka kryer të njëjtën vepër penale, normalisht pozita e saj në raport me drejtsinë është më e rënduar. Pastaj janë edhe 2 vartës të zonjës Balluku, kreu e autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli, që akuzohet edhe ai për shkelje të barazisë në tendra, është në arrest shtëpi, është komunikuar dhe është zbatuar kjo mas sigurie, dhe Erald Delezi, administratori aktual i korporatës elektroenergjitike shqiptare, që këta të 2 akuzohen bashkë me zonjën Balluku për tenderin që lidhet me tunelin e Llogaras. Ndërkohë që për tenderin tjetër, drita këta? Jo, nuk ka lidhje, ato kanë qenë në pozicione krejtësisht të tjera në raport me ato që parën sot. Kanë qenë antarë të Komisionit të vlerësimit ofertave, gjatë kohës që është përgatitur dhe përpiluar gjithë praktika dhe është zhvilluar gara e më pas është shpallur fituesi. Lara, unë do të zgjeroj në pjesën e dytë të pyetje që po të bëj tani, po ta bëj dhe ty nga që ti ke dhe përveç që ndjek këtë problematik të ky institucion, ke dhe je dhe juriste. Unë do të zgjeroj pjesën e dytë, por çfarë ndodh tani? Mund të apeloj se dëgjova që a do të... A mund të... Unë pyetjen e kisha përgatitur, a mund të apeloj Balluku tani? Por më thanë që ajo do të apeloj. Ju mendoni që mund të ndodhë kjo? Atëherë, zonja Balluku, sipas ligjit duhet paraqitet përpara gjykatës brenda afatit 3 ditor në atë që njihet si seanca e marrjes në pyetje. Ky është veprimi i parë që ndodh. E posaçme, e cila ka caktuar masën në mungesë të zonjës Balluku. Unë e kam nxjerrë pra është detyruar që brenda 3 ditësh të shkojë. Njihet me masën dhe të bëjë mbrojtjen e vet, se ka bërë mbrojtjen. Atëherë, zoti ka bërë mbrojtjen e vet. Deklaratë publike sot, nuk është thirrur nga gjykata, do të jetë pas 3 ditë. Jo, vendimi është marrë në mungesë. Dhe gjykata cakton një seancë që quhet seanca e marrjes në pyetje, që zonja Balluku është e detyruar sipas ligjit e shoqëruar me avokat dhe të mbajë qëndrimin e parë zyrtar në lidhje me këtë mas sigurie. Atëherë, në lidhje me pyetjen tuaj se ka një diskutim shumë të madh dhe unë hyra ligjit dhe bëra një arsyetim shumë të detajuar. Atëherë, kodi i procedurës penale parashikon disa masa, që janë që nga arrestim në burg, arrest shtëpie, detyrim paraqitje, ndalim për të dalë jashtë vendit e tjera me radhë. Në rastet kur masat janë ekstreme, pra janë masat karakteristik të arrest me burg të ndoshta e kanë realizuar, e kanë mbushur si plan, se... Jo, pra jo. Jo, parlamentit. Po e kanë bërë ka 2 momente... Nuk kanë lënë njeri pa arrestuar. Tani ka 2 momente nëse më lejon ta sqaroj se unë nuk dua të bëj kakofoni. Atëherë, akuza e zonjës Balluku është një akuzë e tillë që shkon maksimumi deri në 7 vjet. E para, që është një lehtësi në raport me ligj. Momenti i dytë 5 deri në 7. 5 mund të jetë maksimumi. Deri në 5. Po, ka 2 akuzat të tilla, kështu që në bashkim të dënimeve shkon më lart. Megjithatë, vepra si individuale. Derisa ata ja kanë nxjerrë një çështje, nuk do t'i gjykojnë veç e veç. Do t'i gjykojnë se cilin episod. Nëse kjo nuk ka ndodhur dhe devijojmë. Vazhdo. Atëherë, për masat e sigurisë, arrest në burg, arrest në shtëpi, duhet që prokuroria, kontroll personal dhe kontroll banese do duhet që të marrë autorizim në kuvend. Ndërkohë masat që janë caktuar ndaj zonjës Balluku, gjykata kushtetuese e ka sqaruar nuk ka nevojë të shkojë në kuvend. Çfarë duhet thuar? Ka një diskutim shumë të madh. A mundet dot që zonja Balluku të pezullohet nga një funksion të cilin e ka emëruar kryeministri dhe më pas dekretuar presidenti i Republikës? Në 240 thot, janë vetëm 2 masa ndaluese të rregulluara nga kodi i procedurës penale, pezullimi ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik që ka ndodhur në rastin konkret dhe ndalimi i përkohshëm i ushtrimit veprimtarive të caktuara. Në rastin konkret, po. Dërsa neni që do ta diskutojmë në pjesën e dytë,
Po pra po, neni 242, duro pra aty do dalë. Po? Neni 242 kodit procedurës penale parashikon që me vendimin që disponon pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimi publik, gjykata i ndalon përkohësisht të pandehurit, plotësisht ose pjesërisht veprimtarinë që lidhet. Dhe në rastin konkret, kjo mastot nuk zbatohet në rastet kur Ndaj personat zgjedhur sipas ligjit elektoral. ligjit elektoral. Pra, për pozicionin e deputetes së kuvendit, zonja Balluku po mund ta ushtrojë Është këtë. interpretueshme. Jo, nuk është e interpretuar Jo, unë kam qartë. thirrë avokatë të tjerë Po mirë, okay, dakord. Për shembull, Manjani thoshte në një nga shënimet e tij sot, unë për shkak se thoshte këtë gjë, e ftohë po ishte në një televizion tjetër dhe thoshte që ky është një grushteti. Dakor, pra, ne jemi juristë dhe një përpjekje për grushteti, jo. Na lejon të kemi Jo, përpjekje të kjo është dhe politike, pastaj. Dhe politike pastaj. Tani në rastin e zonjës Por Belinda thoshte është një grushteti. se unë bëra një arsyetim të detajuar, gjykata ka pezulluar ushtrimin e funksionit të ministres dhe të zëvendës kryeministres, sepse këto funksione nuk janë të marra me zgjedhje, por janë me vendim të kuvendit dhe me dekretim të presidentit, çka ligji në rastin konkret i konsideron të pezullueshme në këndvështrimin tim. Qartë. Ky është mendimi im si juriste, meqense bëra një analizim Dhe unë të bëra këtë pyetje. të gjithë Të kalojmë te dy janë argumentat thelbësor që ka përdorur gjykata e posaçme për të pezulluar zonjën Ballukur dhe për ta ndaluar të dalë. Dy argumenta. Një, duke qëndruar në detyrën e zëvendës kryeministres Mund të prish provat, siç e bën për Velin, dhe energjetikës, mund të prish provat për shkak të pushtetit politik, Edhe kjo influencës mediatike. mund të ryk. Ta mbaroj fjalin që të mos të bëjmë kakofoni. Për shkak të pushtetit financiar, politik dhe mediatik, ekziston rreziku të prish prova dhe të intimidojë dëshmitar, dhe momenti i dytë që ka të bëjë me ndalimin jashtë vendit, prokurorët kanë dyshime sepse ka patur gjatë kësaj periudhe përgjime dhe vëzhgime të zonjës Balluku dhe të personave të bashkëtitur me të, që mund t'i shmanget drejtësisë. A mund të ndodhë apo jo, nuk jam unë në gjendje ta gjykoj. Këtë duhet ta gjykojë një gjykatë më e lartë dhe ne duhet ta dëgjojmë zonjën Balluku. Por këto janë dy argumenta thelbësor që ka përdorur gjyqtari në arsyetimin e caktimit të masës së sigurisë. Pra në vendimin që ka caktuar masën.